Kombëtar Islam, Dega Shkup, ju prezanton emisionin Gjurmëve të dashurit tonë. Se tregoheshin të duruar dhe ishin të bindur në rrugën që kishin ndjekur, muslimanët e parë e ndjenin veten të lodhur nga gjitha këto që po vuanin. Kështu lindi ideja e grumbullimit në një shtëpi, ku muslimanët të merrnin kurse trajnimi nga profeti sallallahu alaihi wasallam. Nga vuajtjet e shumta, ata kishin nevojë të takoheshin diku së bashku dhe të qanin hallet. Kishin nevojë që profeti sallallahu alaihi wasallam t'i qetësoi dhe t'u ashtoi besimin dhe sigurinë te Zoti. Kështu lindi ideja që të grumbulloheshin në shtëpinë e Erqam ibn Erqamit. Shtëpia e Erqam ibn Erqamit është vendi ku profeti sallallahu alaihi wasallam filloi të grumbullojë muslimanët nga viti i 3 i profecisë deri në vitin e 6. Kjo ishte një ide e re e muslimanëve për të përshtatur me kurset e rënda me të cilat përballeshin. Qëllimi me grumbullimin në këtë shtëpi ishte që muslimanëve t'u rritej morali, t'u qartësoj vizioni, t'u shtohej besimi dhe të ishte një vend ku besimtarët e lodhur dhe të keq trajtuar të mund të gjenin pak qetësi dhe paqe. Erqam ibn Erqami ishte një i ri musliman që kishte mbushur 17 vjet. U caktua shtëpia e tij si vend ku do të grumbulloheshin për disa faktorë. I pari, për shkak se kurejshëve nuk do t'u binte ndërmend që muslimanët të grumbullohen në shtëpinë e tij, pasi nuk ishte më shumë se 17 vjet dhe nuk e njihte kush. I dyti, shtëpia e tij ishte në mes të farefisit të tij, dhe nëse do të zbulonin kurejshët, do të ishin të mbrojtur nga farefisi i Erqamit. Këta 200 musliman që kishin mësuar nga shkolla e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam janë ata që i qëndruan çdo sprove. 20 vite më pas, në betejën e Hunenit, ku e gjithë ushtria muslimane filloi të tërhiqej para sulmit të armiqve, të vetmit që nuk u tërhoqën, por vazhduan të luftojnë, ishin këta 200 besimtarët e parë që grumbulloheshin në shtëpinë e Erqamit. Profeti sallallahu alaihi wasallam në këtë shtëpi u mësonte shumë gjëra. E para ishte se duke qenë të gjithë bashk, ai mbillte në zemrat e tyre dashurinë dhe dëshirën për të qenë i bashkuar. Aty secili mësonte dhe ndikohej nga shpirti i vëllazërisë dhe sakrificës për të ndihmuar njëri tjetrin. E dyta ishte se mësonin si të pastronin e zemrën dhe të ndiheshin më pranë Zotit. Mësonin dashurinë për atë dheun dhe vendin ku jetonin. Merrnin informacione rreth ngjarjeve politike që zhvilloheshin në shtetet përreth. Gjatë kësaj kohe shpallet suraja Asr, që flet rreth rëndësisë së bashkëpunimit dhe veprimit në grup. Pasha kohën, nuk ka dyshim se njeriu është në humbje të sigurt, me përjashtim të atyre që besuan, që bën vepra të mira, që porositën njëri tjetrin t'i përmbajnë të vërtetës dhe që këshilluan njëri tjetrin të jenë të durueshëm. El Asr 1:3. Kjo sure, si të shihet, flet mbi rëndësinë e bashkëpunimit të ndërsjellë. Më pas shpallet surja Rum, që flet mbi situatën politike të vendeve të tjera përreth. Allahu rreth kësaj thot: Elif Lam Mim. Bizantinët u mundën në tokën më afër tokës së arabëve, po pas disfatës së tyre, ata do të ngadhnjejnë brenda pak viteve. Çështja është vendimi i Allahut,
fillim e mbarim për disfatë dhe për fitore. Atë ditë kur do të fitojnë bizantinët, besimtarët do të gëzohen për ndihmën e Allahut. Ai ndihmon atë që do dhe ai është i gjithfuqishëm, mëshirues. Rum 1:5. Kështu profeti sallallahu alaihi wasallam dhe Zoti i edukonin muslimanët dhe i bënin të vetëdijshëm dhe për ngjarjet ndërkombëtare. Kurse sot ka musliman që nuk dinë se çfarë ndodh në vendin e tyre. Shumë njerëz mendojnë që brezi i shokëve të profetit sallallahu alaihi wasallam kanë qenë njerëz që veç adhurimit të Zotit nuk dinin gjë tjetër. Por e vërteta është se ata veç detyrave fetare merreshin dhe me çështjet politike dhe organizative. Tek ata më mirë se kudo shfaqej shpirti për të punuar si një grup pune i vetëm. Kurse në surën An'am, profeti sallallahu alaihi wasallam i shpalleshin pjesë që u jepnin kurajo muslimanëve. Allahu i Madhërisëm në Kur'an thot: "Çelësat e fshehësive janë vetëm te ai. Atë nuk e di kush posti. Ai e di çka ka në tokë dhe në det." Al-An'am 59. Thuaj, namazi im, kurbani im, jeta ime dhe vdekja ime janë thjesht për Allahun, Zotin e botëve. Al-An'am 162. Me këto ajete, profeti sallallahu alaihi wasallam u jepte kurajo shokëve të tij në shtëpinë e Arqam ibn Arqamit. Po kështu duhet të lexojmë edhe ne Kur'anin. Në këtë shtëpi profeti sallallahu alaihi wasallam u mësonte shokëve të tij dashurinë për atë dheun dhe shoqërinë ku jetonin. Për këtë i shpallet surja Jusuf, ku profeti Jusuf alayhis salam megjithse u burgos padrejtisht, në kohën kur ata që e burgosën patën nevojë për të, u ofroi ndihmën e tij. Ai e kuptoi se çfarë katastrofe do ta përfshinte vendin e tij nëse nuk i ndihmon. Ai kishte në dorë të akmerre me ata që ishin sjell keq me të dhe e kishin burgosur. Kështu, me shpalljen e surës Jusuf, muslimanët mësonin se ishin mëshirë për njerëzimin dhe simbol i së mirës në tokë. Ishte ky shkaku që pranonin islamin njerëz si Khalid ibn Velidi, Ikrima ibn Jahli e të tjerë. Shkaku ishte se në këtë fe gjenin mëshirën. Ky është islami të cilin kemi përqafuar edhe ne dhe me cilin krenohemi. Më pas shpallet dhe surja Hud, e cila përmban histori të profetëve të cilët edhe ata u keqtrajtuan dhe vuajtën. Rreth Arqam ibn Arqamit nuk dihet gjë tjetër përveç se ofroi shtëpinë e tij për muslimanët dhe profetin sallallahu alaihi wasallam. Kështu, gjëja me të cilët dallohej Arqami ishte shtëpia e tij të cilën e la të lirë për muslimanët. Shtëpia e tij ishte ajo që Arqami ia dha Islamit. Kur muslimanët emigruan nga Mekka për në Medinë, çdo musliman nga Medina merrte një musliman nga Mekka në shtëpinë e tij. Thuhet që profeti sallallahu alaihi wasallam kishte blerë një shtëpi të cilën ia dha Arqamit si shpërblim për shtëpinë e tij në Mekë. Arqami nuk posedonte gjë tjetër që ta vendos në shërbim të fesë, përveç shtëpisë. Po ti, o vëlla, çfarë ke vënë në shërbim të fesë? Çfarë i ke dhënë asaj? Këtu nuk kemi si qëllim diçka materiale, por çdo gjë që shërben për të zhvilluar vendin tënd. Gjëja më e ëmbël dhe që e shijon më shumë në këtë botë është kur jep diçka. Nëse jetojmë vetëm për veten, lindim të vegjël, jetojmë të vegjël dhe vdesim të tillë. Kurse kur jetojmë për të tjerët, jeta jonë zgjatet dhe lidhet me jetën atyre që do u kthejnë buzëqeshje në fytyrë. Atë ditë që të japësh shumë, të ndjesh që ke marrë shumë nga kjo botë.
këtë mësojeni nga mësuesi ynë, veti dërguari Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Shokët e tij tregojnë që profeti sallallahu alaihi wasallam në Ramazan ishte si era e shpejtë në bamirësi. Kudo që të ishte e mira, do të gjeje profetin sallallahu alaihi wasallam. Gjatë këtyre viteve kur muslimanët keq trajtoheshin, shpallet edhe një sure tjetër, ajo El Mutaffifin. Të mjerët ata që mangët matin e peshojnë, ata që kur matin prej njerëzve për vete e plotsojnë, e kur u matin të tjerëve ose u peshojnë u lën mangët. A nuk e din të tillët se kanë për të ringjallur në një ditë të madhe? El Mutaffifin 1:5. Ky ishte një mesazh me anë të cilit kuptohej që profeti sallallahu alaihi wasallam nuk ishte dërguar për reforma fetare, për të thyer idhuj dhe të njerëzit t'i falen vetëm një Zoti. Profeti sallallahu alaihi wasallam, ashtu siç u dërgua për reforma në fe, u dërgua për reforma në ekonomi, moral dhe në çdo fushë të jetës. Ai u dërgua për të ndryshuar gjithë mentalitetin e asaj kohe. Ai erdhi me vizion të përgjithshëm të mbar jetës. Pas Islamit të Hamzës dhe Omerit, numri i muslimanëve filloi të shtohej më shumë. Kureshët, të gjendur para një situate të tillë, ku keq trajtimet nuk kishin sjell dobi dhe numri i muslimanëve vetëm sa shtohej, menduan të ndryshojnë politikë dhe vendosën që t'i kthehen politikës së bisedimeve. Kështu, ata i ndërprejnë keq trajtimet dhe vendosën që të hynin në bisedime, të cilat do të përqendroheshin me vetë profetin sallallahu alaihi wasallam dhe me xhaxhain e tij, Ebu Talibin. Këto bisedime do të kishin në themel joshjen e profetit sallallahu alaihi wasallam me pasuri dhe pushtet. Ka shumë muslimanë dhe njerëz që i përballojnë keq trajtimet dhe vuajtjet për shkak të një ideje apo bindje të drejtë që kanë. Por kur vini joshjet me pasuri apo pushtet, thyhen para tyre. Tani, profeti sallallahu alaihi wasallam pas keq trajtimeve dhe thyerjeve do të provohej me joshje për pasuri dhe pushtet. Bisedime do të zhvilloheshin mes kureshëve që ishin të fuqishëm, por të dobët pasi nuk kishin besimin dhe vizion të qartë për të ardhmen, dhe muslimanëve që ishin të dobët, por të fuqishëm me besimin e tyre në Zot. Ishte një dy luftim mes monedhës fals dhe asaj të vërtetë. Bisedimet me xhaxhain e profetit sallallahu alaihi wasallam, Ebu Talibin. Qëllimi me këto bisedime me xhaxhain e profetit sallallahu alaihi wasallam ishte që t'i bënin presion ose ta bind Muhammedin sallallahu alaihi wasallam që ta lërë këtë rrugë, ose të pranoj që t'u dorëzoi atë kurejshëve. Ata vajtën 3 herë për të biseduar me Ebu Talibin. Herën e parë vajtë një përfaqësi që përbëhej nga Ebu Lehebi, Ebu Sufjani, Utbe ibn Rabia, Shejb ibn Rabia, El Walid ibn Mughira, El As ibn Waili dhe Ebu Bukhturiu ibn Hishami. Këta ishin personat me më pesh mes kurejshëve. Vajtën tek Ebu Talibi dhe i thanë: mbaje djalin e vëllait tënd. Ai ka sharë zota tanë dhe ka futur armiqësinë mes nesh. Ose detyrohet të mos flas, ose na lër neve të merremi me të. Profeti sallallahu alaihi wasallam deri në këtë kohë kishte qenë në mbrojtjen e xhaxhait të tij dhe nuk guxonte kush t'i bëj keq. Pasi dëgjoi, Ebu Talibi me të mirë u ambushi mendjen dhe dolën, por pa u premtuar gjë. Herën e dytë që vajtën tek Ebu Talibi, vajtën me një ofertë e cila tregon se sa mendje lehtë ishin. Vajtën tek Ebu Talibi dhe i thanë: o Ebu Talib, i kemi sjell Imaren, djalin e Walid ibn Mughirës. Ai është djali më i mirë që kanë kureshët, si nga farefisi dhe hiashia, ashtu edhe nga logjika. Merë atë
dhe mbaje si fëmijën tënd. Në vend të ti, na jep djalin e vëllait tënd, që shan fen tonë dhe fen tënde, me qëllim që ta vrasim. Kështu, jemi barazi, të dham një prej nesh dhe na dhe një prej jush. Ebu Talibi ja ktheu: Jo, kështu nuk jemi barazi. Unë të marrë djalin tuaj dhe ta ushqeni shtëpinë time, kurse ju të merrni djalin tim dhe ta vrisni. Për Zotin, diçka e tillë nuk mund të ndodhë kurrë, prandaj bëni ç'të doni. Diçka e rëndësishme me këtë rast është se nëse e ndjen që je në rrugë të drejtë dhe me të vërtetën, mos u lëkund dhe qëndroj fort. Sa do i dobët qofsh, mos ki frikë nëse je me drejtën, pasi do të triumfosh. Edukoje fëmijën tënd me këtë frymë, që e drejta do të triumfoj sido që të jetë puna. Tregoj për këtë qoftë dhe histori imagjinare, por që ja ngulisin diçka të tillë thellë në mendje, me qëllim që të përkrah të drejtën gjithmonë. Herën e tretë, të inatosur që deri atëherë nuk kishin arritur gjë, i vajtën Ebu Talibit dhe i thanë: O Ebu Talib, ti ke pozitë të lartë dhe je i moshuar. Djali vëllait tënd vazhdon të na sjellë të lashe, por pas kësaj dite ne nuk do të durojmë më. Ose ta ndalosh sot, ose do të luftojmë ty, atë dhe gjithë familjen Benu Hashim, derisa njëri nga ne të shuhet. Kur Ebu Talibi kërkoi të flas, ata u quan dhe u larguan. Këtë herë, Ebu Talibi u trondit shumë, pasi ishte hera e parë që dikush fliste për familjen e tij në atë mënyrë. Familja e tij ishte nga familjet më të njohura në Mekë. Babai i tij, Abdul Mutalibi, ishte ai që kishte zbuluar pusin e Zemzemit pasi ishte mbuluar. Gjyshi i tij, Kilabi, është ai që i mblodhi dhe i bashkoi Kureshët. Babai i tij, Abdul Mutalibi, ishte i vetmi që kishte guxuar të takohet me Ebrehan dhe kishte kërkuar t'i kthejë bagatitë e tij. Kështu që fjalët që sapo i than e tronditën shumë, pasi kuptoi që e kishin seriozisht këtë radhë. Menjëherë urdhëroi njërin nga fëmijët e tij të therras Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Pasi erdhi profeti sallallahu alaihi wasallam dhe u ul, filloi xhaxhai i tij të rrëfej gjithçka kishte ndodhur. Pasi përfundoi, heshti pak dhe i tha profetit sallallahu alaihi wasallam: O djali vëllait tim, ruaje veten dhe më ruaj dhe mua. Mos më ngarko me gjëra që nuk mundem t'i mbaj. Profeti sallallahu alaihi wasallam pasi e dëgjoi, ja ktheu me fjalët: Betohem në Zotin o xhaxha, nëse më vendosin diellin në dorën e djathtë dhe hënën në dorën e majtë, me qëllim që ta lë këtë rrugë, kurrë nuk do pranoja të lija, derisa ta bënte Zoti të triumfojë ose të vdes në këtë rrugë. Pasi tha këto fjalë, profeti sallallahu alaihi wasallam filloi të qaj. E gjithë bota me të mirat e saj nuk vlente gjë para rrugës të cilën kishte zgjedhur. Profeti sallallahu alaihi wasallam kishte zemër sfiduese, por në të njëjtën kohë dhe mëshiruese dhe të butë. Ai dinte të reagonte me forcë në momente që nuk bënte dobi veç forca, dhe me të butë në momente që vetëm butësia vlente. Zemra e tij i kishte të dyja këto cilësi. Sot ne kemi të rinj që janë këmbgulës në të drejtë dhe veç ashpërsis nuk njohin gjuhë tjetër. Kemi edhe të rinj të tjerë që janë aq të urtë dhe të butë, saqë në kohë të vështira nuk dinë të reagojnë fuqishëm. Kurse profeti sallallahu alaihi wasallam kishte edhe këmbguljen me forcë, por dhe butësinë me mëshirë. I tillë ishte profeti sallallahu alaihi wasallam. I kishte të dy cilësitë që në pamje të parë duken të kundërta.
gjëja më e vështirë për një baba është t'i vdes fëmia në moshë të re. Në një rast të tillë, është e vështirë të bashkosh mes dhimbjes dhe mëshirës për fëmijën dhe mes pranimit të qenit i kënaqur me caktimin e Zotit. Fudail ibn Ayadi rrallëherë shihej të buzëqesh. Kur i vdiq djali 10 vjeçar, e pan të buzëqeshte shpesh. Kjo pasi mes dhimbjes dhe mëshirës për vdekjen e djalit dhe mes të qenit i kënaqur me caktimin e Zotit, ai zgjodhi këtë të fundit dhe buzëqeshte. Kurse kur profeti sallallahu alaihi wasallam i vdiq djali i tij i fundit Ibrahimi, e pan të qante. Ai në të njëjtën kohë ishte i kënaqur me caktimin e Zotit, por edhe ndjente dhimbje dhe mëshirë për vdekjen e Ibrahimit. Për këtë ai qau si mëshirë dhe shprehu pranimin dhe të qenit e kënaqur me fjalët: syri loton, zemra hidhërohet, por nuk themi vetë se gjëra që kënaqin Zotin. A nuk ndjesh krenar që je pasues i profetit sallallahu alaihi wasallam? Pas këtyre fjalëve, profeti sallallahu alaihi wasallam çohet dhe largohet. Xhaxhai i tij e thret përsëri dhe i thot: "O djali vëllait tim, shko dhe thuaj ç'të duash. Për Zotin nuk do të braktis kurrë." Më pas Ebu Talibi thurri disa vargje të cilat përhapen në mbar Mekën. Për Zotin nuk do të arrijnë tek ti derisa të mbulohem me dhe. Vazhdoi rrugën pa të prekur kush, përgëzoi dhe kënaqu me këtë edhe ti vet. Me të vërtetë, Ebu Talibi nuk pranoi Islamin, por ai ishte burr dhe sakrifikoi për profetin sallallahu alaihi wasallam. Ebu Talibi kishte edhe 2 vëllezër tjerë, Abbasin, që deri në këtë kohë ishte i asnjanshëm, dhe Ebu Lehebin, që kishte shpallur armiqsinë kundër profetit sallallahu alaihi wasallam. Cilin prej të treve do të zgjidhje si shembull për veten tënde o vëlla? Të lutem, përgjigju kësaj pyetje dhe zgjidhe njërin prej tyre. Kështu, bisedimet me Ebu Talibin nuk patën dobi. Atëherë menduan që të takuan me vetë profetin sallallahu alaihi wasallam dhe t'i propozojnë disa gjëra. Kështu, mblidhen paria e Kurejshëve dhe bien dakord që të dërgojnë më të vjetrin prej tyre, Ukba ibn Rabian, të bisedojë me profetin sallallahu alaihi wasallam. Shkoi Ukbe te profeti sallallahu alaihi wasallam, të cilin e takoi te qabja dhe pas ju ulën, i tha: "O djali vëllait ton, unë kam ardhur të të ofroj disa gjëra. Prandaj më dëgjo se ndoshta do të pranosh disa prej tyre." Profeti sallallahu alaihi wasallam ja ktheu: "Fol, o Ebu Velit, po të dëgjoj." Ai i tha: "Ne e dim pozitën tënde dhe të familjes tënde në mesin ton. Ajo që i ke sjell popullit tënd ti është diçka shumë e rrezikshme dhe që nuk ka ndodhur më parë. Me këtë ti ne ke përqar unitetin ton dhe ke ndar baban nga biri. Nëse me këtë që bën ke si qëllim të mbledhësh sa më shumë pasuri, ne do të mbledhim gjithë pasuritë tona edhe do t'i japim derisa të bëhesh më i pasuri mes nesh. Nëse me këtë kërkon pozitë, ne të zgjedhim të parin ton dhe nuk vendosim për asgjë pa marrë mendimin tënd. Nëse dëshiron pushtet, të bëjmë mbretin ton. Nëse kjo që të ndodh është prej gjinëve, të mjekojmë me doktor dhe shpenzojmë pasuri derisa të shërohesh. Nëse dëshiron të martohesh me një grua të bukur, të martojmë me gruan më të bukur të Kurejshëve." Profeti sallallahu alaihi wasallam e la të flas dhe e dëgjoi deri në fund, me gjithë ofertat e ulta. Pasi përfundoi deri në fund fjalën e tij, profeti sallallahu alaihi wasallam e pyeti: "A përfundove, o Ebu Velit?" "Po ju përgjigj." "Tani më dëgjo mua." Dhe filloi të lexoj ajete nga sure Fusile. Hamim, zbritje prej mëshiruesit, mëshirëbërësit.
libër që ajetet e tij janë të shkoqitura, duke qenë Kur'an arabisht për një popull që di ta kuptoj. Është përgëzues dhe qortues, por shumica e tyre ja kthyen në shpinën, andaj ata nuk e dëgjojnë. Ata thanë, zemrat tona janë të mbyllura nga ajo që ti na thërret, dhe në veshët tanë kemi shurdhim të rënd. Kështu që ndërmjet nesh dhe ndërmjet teje ekziston një perde, prandaj ti vepro sipas tëndes e ne vazhdojmë tonën. Thuaj, unë jam vetëm njeri, sikurse edhe ju. Mua më shpallet se Zoti juaj është vetëm Zoti një. Pra, drejtoni atij dhe kërkoni falje prej tij. Për idhujtarët është mjerim i madh, të cilët nuk e japin zakatin dhe mua ata e mohojnë botën tjetër. Nuk ka dyshim se ata që besuan dhe bën vepra të mira kanë shpërblim të përhershëm. Thuaj, a ju jeni ata që nuk i besoni atij që e krijoi tokën për 2 ditë dhe atij i përshkruani shok? E ai është Zoti i botrave? Ai që në të vuri kodra të forta, ja shtoi të mirat asaj dhe brenda 4 ditëve të plota caktoi të gjitha kushtet për të jetuar në të. Pra, për ata që pyesin për kohën e krijimit të saj, mandej e mësyn qiellin, e ai ishte tym, mjegullin që ishte si materie e parë, dhe atij edhe të tokës i tha: qasuni urdhrit tim me dëshirë ose me dhunë. Ato të dyja thanë: po i qasemi me dëshirë. Dhe ata i krijoi 7 qije brenda 2 ditëve, dhe secili qiell i caktoi atë që i nevojitej. Qiellin më të afërt të dynjas ne e stolisëm me yje ndriçuese dhe e bëm të mbrojtur. Ky është caktim i plotfuqishmit të dishmit. Derisa profeti sallallahu alaihi wasallam po lexonte ajetin, në qoftë se ata nuk përgjigjen, ti thuaj: unë tërhoqja vërejtjen e një rufeje, si rufeja e Adit dhe Themudit. Fusile 1:13. Velidi vendosi dorën në gojën e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe i tha: për hatër të idhujve të gjakut që kemi, mjaft. Kjo pasi u friksua se mos i vjen dëshkim në ato qaste, me njerë qohet dhe shkon të Kureshët. Kur e pa Ebu Sufjanin nga lart, u tha të pranishmëve: po vjen me mendime të kundërta me ata të cilat shkoj. Kur arriti te Kureshët, ata e pyeta: ç'na ke sjell, o Ebul Velid? Ai u tha: ajo që u kam sjell është se kam dëgjuar fjalë që nuk i kam dëgjuar kurrë më parë. Për Zotin, ato nuk ishin as poezi dhe as magji. Për Zotin, fjalët e tij kanë ëmbëlsi dhe ai vetë është i mbushur me hieshi. Ai është frydhënës dhe gjithmonë lartësohet dhe asgjë nuk lartësohet mbi të. O Kurejsh, sot kërkoj të më bindeni, më pas më kundërshtoni sa doni. Lereni atë burr në atë që kërkon të arri, pasi për Zotin që ai do të ketë famë më pas. Nëse e lini të lirë dhe eliminojnë arabët e tjerë, ju fitoni, dhe nëse triumfon, pushteti i tij do të jetë dhe juaj. Kur i dëgjuan fjalët e tij, Kurejshët i thanë: të pas ka bërë magji dhe ty, o Ebul Velid? Ky është mendimi im, u tha ai. Nga oferta që i bën profeti sallallahu alaihi wasallam mund të linë një pyetje. Përse profeti sallallahu alaihi wasallam nuk pranoi të merrte pasuritë e tyre dhe të bëj i pari i Mekës dhe më pas të jepte urdhër që të gjithë të ndjekin fenë e tij? Kjo, pasi në Islam, qëllimi nuk e justifikon mjetin. Profeti sallallahu alaihi wasallam në rrugën e tij ndjek vetëm politika të pastra. Nëse profeti sallallahu alaihi wasallam do të kishte triumfuar në një mënyrë të tillë, vallë, a do të pëlqente ty o vëlla? Koncepti i politikanit sot është komplet ndryshe. Ai nuk lë mënyrë dhe mjet pa përdorur për të arritur qëllimin. Kurse profeti sallallahu alaihi wasallam nuk e pranon një politikë të tillë. Nëse profeti sallallahu alaihi wasallam do ta kishte pranuar pushtetin,
njerëzit në atë kohë nuk do e pranonin rrugën e tij. Atëherë do t'i detyronte që ta pranonin, kështu do të kthehej në diktator dhe ajeti në fe nuk ka dhunë, nuk do të kishte vlerë. Gjithashtu, muslimanët që ishin në atë kohë nuk ishin të përgatitur siç duhet për të përçuar mesazhin të tjerët. Kështu, më shumë do të prishnin se sa rregullonin. Kur Kurejshët panë që përpjekja e Velidit nuk pati sukses, paria e tyre e përbër prej 7 vetësh vajtën vetë te profeti sallallahu alaihi wasallam dhe i propozuan përsëri të njëjtat ofertë. Kurse profeti sallallahu alaihi wasallam, megjithëse se këta ishin paria e Kurejshëve, u tha: Unë nuk kam ardhur të marr pasuritë tuaja, as të bëhem mbreti juaj, as nuk kam ardhur të jem i pari juaj, por unë jam i dërguari i Zotit të botëve te ju. Nëse pranoni mesazhin me cilin kam ardhur, ai është fati juaj në këtë botë dhe në botën tjetër. Nëse refuzoni, do të jem i dërueshëm me caktimin e Zotit, derisa të jetë Zoti ai që të gjykojë mes nesh. Një ditë, një nga Kurejshët, për ta ngacmuar, i tha: O Muhammed, na thuaj, a ti je më i mirë apo babai yt? A ti je më i mirë apo Abdul Mutalibi? Nëse thua që babai dhe gjyshi yt janë më të mirë se ti, përse i ke lënë zotat e tyre atëherë? Nëse thua që ti je më i mirë se ata, na e thuaj me qëllim që ta marrin vesh njerëzit. Profeti sallallahu alaihi wasallam nuk u ktheu përgjigje, pasi po t'i kthente përgjigje do shkaktonte probleme. Kjo i çmendi edhe më tepër Kurejshët. Me këtë, profeti sallallahu alaihi wasallam na mëson që disa pyetjeve nuk kemi pse t'u përgjigjemi. Shpesh herë përhapen fjalë dhe shpifje që nuk ja vlen të merresh me ta dhe t'u japësh përgjigje. Pasi panë të gjithë këto përpjekje dështuan, Kurejshët i hynë në rrugës së rënjes në ujdi. Kështu ata i propozuan profetit sallallahu alaihi wasallam të një ditë të adhuronin ata Zotin dhe ditën tjetër profeti sallallahu alaihi wasallam me muslimanët të adhuronin idhujt e tyre. Por Zoti shpalli surën Kafirun që thot: Thuaj, o ju besimtar, unë nuk adhuroj atë që ju adhuroni, as ju nuk jeni adhurues të atij që unë e adhuroj. El Kafirun 1:3. Më pas i kërkuan që në këmbim që të besonin dhe të pranonin fenë e tij, të largonte muslimanët fukarinj dhe të varfër. Kur i propozuan këtë, profeti sallallahu alaihi wasallam filloi të mendohej. Por menjëherë i shpallet ajeti: Dhe sikur ne të mos të kishim forcuar ty, ti gati anove diçka pak të ata. El Isra 74. Dhe mos i përzë ata që adhurojnë Zotin e tyre pra mëngjes e mbrëmje, duke qenë të sinqert ndaj tij. Ti nuk përgjigjesh asgjë nga llogaria e tyre, e as ata nuk kanë kurfar përgjegjësie nga llogaria jote. E po i dëbove ata, do të bëhesh nga të padrejtit. El-An'am 52. Nga këto veprime të Kurejshëve, duket qartë që profeti sallallahu alaihi wasallam ishte më i fortë. Më pas filluan t'i kërkojnë gjëra tjera, si kusht besimi. Për shembull, ata i kërkonin: Ata thanë: Nuk të besojmë ty derisa që të na nxjerrësh prej tokës burime, ose nuk të besojmë deri që të kesh kopshte me hurma e me rush, e të bësh të rrjedhin vazhdimisht lumenj në mesin e tyre. Ose nuk të besojmë derisa të bie mbi ne qielli copa, ashtu si po mendon ti se do të na dënoj Zoti. Apo të na sjellësh Allahun dhe engjëjt pranë nesh, ose të kesh një shtëpi prej ari, apo të ngjitesh lart në qiell. Po ne nuk të besojmë për ngjitjen tënde derisa të na sjellësh një libër që ta lexojmë. Thuaj: Subhanallah, i madhërisëm është Zoti im, a mos jam unë tjetër vetëm se njëri pejgamber? El Isra 90-93.
Gjithashtu i kërkonin si kusht që të besonin që profeti sallallahu alaihi wasallam të ringjallte gjyshin e Kurejshëve, Kusej ibn Kilabit. Profeti sallallahu alaihi wasallam u akthente: "Unë nuk i kërkoj Zotit gjëra të tilla." Profetët e mëparshëm i luteshin Zotit për mrekulli të tilla dhe ai u përgjigjej. Isai, për shembull, kur i kërkuan që t'ju zbriste një sofër nga qielli, Zoti u aplotësoi kërkesën. Salihut alayhis salam i kërkuan një deve që të dalë nga një shkëmb dhe Zoti u aplotësoi. Kurse profeti sallallahu alaihi wasallam e refuzonte diçka të tillë, pasi ai ishte dërguar me një fe e cila nuk do triumfonte me mrekulli, por me burrat që ta përqafonin. Mrekullitë e profetit sallallahu alaihi wasallam ishin vetëm për t'u dhënë vullnet besimtarëve dhe profetit sallallahu alaihi wasallam, dhe nuk ishin për të ndryshuar gjendjen. Në një ajet tjetër në Kur'an thuhet që ata i kërkuan. Ata thanë: "Përse të mos i ketë zbritur atij një mrekulli nga Zoti i tij? Thuaj, çështja e mrekullive është vetëm në duart të Allahut, e unë nuk jam tjetër pos tërheqës i vërejtjes dhe shpjegues. Pa nuk u mjaftoi atyre që ne ta shpallëm librin i cili u lexohet atyre? E s'ka dyshim se kjo është dhuratë e përkujtim për njerëzit që duan të besojnë." El Ankebut 50:51. Po të shohim, profeti sallallahu alaihi wasallam deri tani refuzonte çdo përpjekje të tyre për marrëveshje. Ka kjo dikush mund të pyes: si ka mundësi që profeti sallallahu alaihi wasallam për çdo gjë refuzonte? A nuk tregon kjo që muslimanët janë kokfort? Në mes të këtyre refuzimeve për kompromis nga Kurejshët, profeti sallallahu alaihi wasallam u propozoi diçka tjetër rreth të cilës mund të binin dakord. Deri tani propozimet e Kurejshëve ishin kundër parimeve të profetit sallallahu alaihi wasallam. Nëse Kurejshët do të më ftonin në aleancën e Fudulit, do pranoja të bashkangjitesha. Ajo ishte një aleancë që Kurejshët më parë e kishin formuar me qëllim që kujdo që ishte bërë padrejti, ata do ta ndihmonin dhe përkrahnin derisa të vendosej drejtësia. Me këtë, profeti sallallahu alaihi wasallam u thoshte që me gjithë mosmarrëveshje që kemi, le të bijem dakord mbi gjërat e përbashkëta. Të njëjtën gjë kërkojmë të bëjmë sot me Perëndimin. Sigurisht që ne nuk i pranojmë shumë gjëra të tyre, por kemi gjëra tjera të përbashkëta me të cilat mund të ndërtojmë ura komunikimi. Autori i tekstit Amr Khalid, lexoi Kenan Ismaili, ilustrimi artistik Florent Rustemi.